Selam aleikum. A është e drejtë me jap gjëra ushqimore tek të afërmit dhe me të thonë ata, do të thonë nuk janë të mira, s'janë të shtrejta. Aleikum selam rahmetullah. Kjo pyetje është pak thik me dy teha. Edhe ata nuk e kanë mirë, po edhe ty kisha me të këshillu me diçka. Një ushqim që nuk e hanë vetë, mos veç as fukaras. Nëse një ushqim e hanë ti, të lirë, ose një tesh të lirë, ble edhe fukaras. Por nëse për vete i ngrit standardet shumë e fukaran që me nënçmu përmes ushqimeve që ndoshta ose veshjeve që një qitë ndonjë kafshë nuk do ta hante, nuk të këshilloj kështu. Prandaj nuk u du me thonë ata kanë mirë ose keq. Parimisht, i varfri nuk duhet me zgjedh. I varfri nuk duhet me zgjedh, por jo edhe i pasëri me prunë dhe aty punën që me trajtu të varfrin si një s'po du me thonë e fjalë si një lloj kafshë dhe me thonë që hajtë se kjo s'meriton ma shumë, jo. Se cili njeri ka dignitetin e vetë. Andaj ti kur jep gjëra të vlefshme, jep sadak, ti e kallzon burnin tane, e kallzon imanin tane, e kallzon bujarin, e kallzon sa je fisnik. Andaj, na kemi rase kur i kanë qu fukarave rrobat shkyme te ma sa nuk munën mu kep, nuk munën mu vesh. Kjo në qmim. Ti a bërlogët që s'ki ku mi gjujt më bërlogët mi mledhe dhe mi a qu fukaras, jo dhe në ndëregje. Ama dhe fukaraja jo me zgjedh, nëse ti për vete i vesh qase edhe qase i ke ble, elhamdulillah. Elhamdulillah. Pra me gjithë një mesatare, edhe do të kisha këshillu. Nëse mundeni që është e lejuar rrobat që ti si vesh, mi a qu një njerët varfër, por le t'jen pak që ja vlen halame i vesh ato, jo thjesht bërloge tua. Po ma mira, kur ta blen për vete një robë, bleja të njëjtë edhe ati qaja. Kjo është ma mira, normal, po s'po thëmë që gjithmonë kështu me vepru. Nëse ata bëjnë me njetë të nënçmimit tanë, janë këto si ham, janë këto si veshim, dhe më thonë po zgjedhen ata, ti mendon që për një me janë të mira, se ka dikush është mendje madhë, atër më si qaso e familje. Qaj një familjes tjetër. Pra nuk du me thonë se pyetja jote është me vend, ose këta kanë gabim, ka vend për diskutim. Ka vend për diskutim. Allah në bëftë të sinqertë në sadakan tonë. Amin.